Ufik, Mario, ufik. Ha? Miri, ku më le telefonin? Jam unë. Pa di çfarë medje të bajmë na ma. I sekund. I se kanë se sa gati u burë. Vici, këtë ka ma ke kujdes, ha? Po, morë. Gati. Vente që e kje dore, nëse ma... Të një, Ma qëllëm. Ma bu se kash. Këtë ne mu. Pajja bu. përsa dobi fitore të repikëshë në Shkodër, ishe të rënduar për parë që? Menduar, jo menduar për këte punohet. Unë kam i shpreje që ja them qunave sërë. Nëse do t'jesh me më të mirët, do të fitosh me më të mirët. Sot shkuajtëm. Dhe i sot ishte vend parë. Me kalim e kohës, duhet me respektu se mënyrën se si edhe vllaznia po luan, mënyrën se si po interpretojnë futbollin, ka konceptin e vet, ka filozofinë e vet, është zakonisht si dhe e matur edhe mënyrën se si ka zgjedhur lojën, me mënyrën e lojtarëve që ka, por unë merrem kam dikim të ekipi im, kështu që do flas për ekipin tim dhe themi që ne po rritemi çdo ditë në çdo ndeshje, mënyrën se si e temperatuan sot ekipin djemt, mënyrën se si e transmetuan në fushë, jemi zakonisht kënaqur sepse në këtë lloj mënyre kishim edhe përgatitur. Kjo më jep akoma më shumë kënaqësi përveç fitores. A donin të fitonin, po ku ka më mirë se të fitosh edhe Shkodra? Mendoni se ishte i drejtë rezultati 0-1 për Durrësakët në skuadrën tuaj? Mund të ishte çika më i lartë për ne, ëh. Me gjithë respektin, nëse do shohim gjithë aksionet, gjithë rastet e goleve, mendoj që kishim më shumë raste për gol ne. Duhet me pranu sot. Me gjithë respektin që kemi për vllaznin, por është një fjalë e urtë që nëse do të respektosh kundërshtarin apo kundërshtari të respektojë ty, duhet të respektosh veten tënde. Objektiv duket final for, por ke mendoni se do lini jashtë. Ke marrë parasysh se këto javë kanë pasur 4 ekipe që janë. S'kam dikim se kush do ngeli jashtë, ne do më luftojmë çdo ndeshje. Kjo është ajo që kemi synimin si ekip, si klub, gjithë, neshe mbas neshe, normale që, si themi, me të ngrënën të rritet dhe oreksi, por kemi kohët. Jemi të vetëdijshëm, jemi ndërgjegjshëm për punën që bëjmë, për punën që kemi nisur, vetëdijshëm, kemi ndërgjegje komplet nga drejtuesit e deri te djem, që jemi në proces, por rritemi çdo ndeshje. Krenar për mbrojtjen tuaj, mbajtet larg sulmit në të mirë së periudhës. Tamam, thamë, përsëri një ndeshje me 0 që do të shohim mënyrën se si po themi djemt të interpretojnë, mënyrën se si ja kërkojmë gjellëzinë, gjithë direktivat, po thuj se po ta shohim sot, domethënë nëse vllaznia ka pas 2-3 goditje të forta, po s'ka qenë aq të, si them, të rrezikshme që mund na fusin me vërtet në vështirësi, me gjithë respektin se ka sulmuesin më të mirë, ka shënuar më shumë gola nga gjithë. Ne kemi dikim të loja jonë, të puna jonë dhe këtu fokusohemi. Sot festa flamurit, duket se paska qenë me fat të uti. Inshallah çdo javë kështu. Ndeshja e ardhshme për ekipin tuaj? Akoma bëhet më vështirë. Bëhet më vështirë sepse tani besoj që edhe i kthejmë vëmendjen ekipit tonë që sot gëzojmë, po që nesër do fillojmë punën për Elbasanin. S'kemi kohë, shumë me ngjeshur dhe do jetë akoma se përse do lymi ekipin lider në këtë moment. Kështu që do na rrisi akoma motivimin për këtë gjë. Në aspektin personal, i kënaqur me rikthimin e futbollit shqiptar? Me punën që po bëhet, me besimin që ka dhënë drejtuesi, mbas një farë kohe, po jam i kënaqur. Duhet me pranu. Faleminderit. Gjithë mirë.